Çarshia e vjetër e Shkupit, zemra që re ende, në veri të lumit vardar, me dy skallëdremave të ngushta dhe zerrave që përzihen me aromën e kafes turke, shtrihet Çarshia e vjetër e Shkupit, një hapësirë që nuk është thjesht pjesë e qytetit, por kujtesa e tij më e thellë. Ajo nuk është vetëm arkitekturë, është histori e gjallë, është identitet, është fryma. Fillesat e saj lidhen me periudhën mesetare, kur Shkupi ishte një nyje tregtare e rëndësishme në Ballkan, por forma që njohim sot mori jetë gjatë sundimit osman, kur u ndërtuan hanet, hamamet, xhamit, që i dhanë strukturën urbane dhe karakterin oriental. Objektet si Kurshumli Han, Suli Han, çifte hamam nuk ishin vetëm ndërtesa funksionale, ato ishin qendra sociale, vende takimesh, ura mes kulturave. Çarshia u bë zemra ekonomike e qytetit, tregtar nga Anadolli, nga viset shqiptare, nga Maqedonia, Serbia e me gjerë sillnin mallra dhe ide. Arkitektura e saj me dyqane të vogla një kaçe, me dritare druri dhe çati me tjegulla krijonin një harmoni urbane që sot konsiderohet një nga asamblet më autoktone në rajon. Çarshia është një organizim urban i radhë. Ajo nuk është ndërtuar me plane moderne, është ndërtuar, por është rritur natyrisht, sipas nevojës dhe ritmit të jetës. Rrugicat e saj të ngushta, sheshet e vogla dhe raporti mes hapësirave publike dhe private përbën një model të trashëgimisë orientale në Ballkan. Për arkitekturën e Shkupit, Çarshia është kundërpesha historike e zhvillimit modern. Ajo dëshmon se qyteti nuk fillon me betonin e ri, por me gurin e vjetër që ka duruar shekuj. Çdo gur ka kujtesë, çdo mur ka dëgjuar historinë. Megjithatë, më e rëndësishme nuk janë muret, por njerëzit. Janë zanatçinjt, kovaçët, argjendarët, tezgaxhinjt, terezint, punonjësit e lëkurës, bakërpunuesit, ata që me duart e tyre krijojnë art nga materiali i thjeshtë. Ata ishin dhe janë vlera unike e pakrahasueshme. Tingulli i çekanit mbi bakër, era e lëkurës së freskët, përqendrimi i mjeshtrit mbi një unas argjendi. Këto janë elemente që nuk mund të zvendësohen me dyqane suveniresh të importuara. Zanati nuk është vetëm profesion, është trashëgimi e trashëguar brez pas brezi, është identiteti familjar, është krenari. Por sot, dita ditës, këto zanate po zhduken. Dyqane tradicionale mbyllen dhe zvendësohen me produkte masive të lira dhe pa shpirt. Të rinjt nuk e shohin më zanatin si perspektivë ekonomike. Qirat rriten, turizmi shpesh kërkon shpejtësi dhe çmime të ulta, jo cilësi. Humbja e zanateve nuk është thjesht çështje tregu, është mungesë vizioni institucional dhe shoqëror. Trashëgimia nuk mbrohet vetëm duke restauruar muret, por duke ruajtur funksionin e tyre. Çfarë vlere ka një çarshi pa zanatçinj? Duket si një skenografi, pa aktor. Nëse çarshia zhdrohet një dekor turistik, pa prodhim të vetën artizanal, ajo humbet shpirtin. Autenticiteti nuk simulohet, ai jetohet ose zhduket. Zanatet duhet mbrohen me politika konkrete, subvencione dhe lehtësime fiskale për zanatçin tradicional, programet edukative dhe praktika për të rinjt, promovimi serioz i prodhimeve autoktone si vlerë kulturore, jo thjesht si mall tregu. Mbështetje nga institucione kulturore për të shpallur zanatin pasuri të mbrojtur jo materiale. Duhet të rikthejmë respektin për punën me dorë, t'i mësojmë breza të rinj se një send i punuar me mjeshtëri ka historinë dhe dinjitetin. Çarshia e vjetër nuk është vetëm hapësirë urbane, është kujtesa kolektive. Arkitektura e saj i jep qytetit identitetin, por zanatçit i japin shpirtin. Nëse lejojmë që zanatet të zhduken, nuk humbasim vetëm profesionin, humbasim një pjesë të vetvetes. Ruajtja e çarshisë nuk është vetëm nostalgji, është përgjegjësi, sepse një qytet që haron duart që ndërtuan rrezikon të humbasë zemrën që e mban gjallë.